Janë publikuar pamje nga momenti i aksidentit tragjik që ndodhi në qytetin e Shkodrës, ku humbi jetën një 62 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:10 të mëngjesit në unazën perëndimore të qytetit, një nga segmentet me qarkullim të lartë të automjeteve. Sipas të dhënave paraprake, automjeti i drejtuar nga shtetasi Adnan Galica është përplasur fillimisht me një tjetër automjet që drejtohej nga shtetasi Fatbardh Lishi. Përplasja ka qenë e fortë dhe ka shkaktuar humbje të menjëhershme të kontrollit të mjeteve, duke sjellë më pas një situatë zinxhir aksidentesh. Pas përplasjes mes dy automjeteve, një prej mjeteve ka devijuar nga rruga dhe ka goditur një shtetas që po lëvizte me biçikletë në të njëjtin segment rrugor. Fatkeqësisht, si pasojë e goditjes së rënd, ka humbur jetën në vend 62 vjeçari Shkëlqim Krasniqi, i cili ndolli duke lëvizur me biçikletë në momentin e ngjarjes. Nga informacionet e para dhe pamjet e siguruara nga ngjarja, duket se impakti i përplasjes ka qenë shumë i fortë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në automjete dhe pasoja fatale për 62 vjeçarin. Të dy drejtuesit automjeteve kanë pësuar dëmtime të lehta dhe kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në vendngjarje. Menjëherë pas aksidentit, në vend kanë mbërritur forcat e policisë së shtetit, të cilat kanë bërë sigurimin e zonës dhe kanë nisur veprimet hetimore. Aktualisht po punohet për të sqaruar me saktësi rrethanat e ngjarjes, shpejtësinë e mjeteve, si dhe faktorët që mund të kenë ndikuar në këtë aksident tragjik. Hetimet pritet të zbardhin përgjithësitë dhe shkaqet e plota të ngjarjes, ndërsa segmenti rrugor u bllokua për disa kohë për të lejuar veprimet e ekspertizës në vendin e aksidentit.